Kështu që ju duhet të tregoni kujdesin në pastrimin e saj. Jam e bindur që këtë e keni vetë, por unë a them për të patur një rikujtim dhe një freskim të gjitha detyrimeve që keni ndaj një produkti që ju bleni. Do t'ju vazhdoj t'ju tregoj sërish përdorimin e saj, duhet ta kthej në pjesën e përparme që ju të shihni se sa ndryshe është nga tenxheret e tjera. Në pjesën e përparme ka ekranin i cili tregon kohën, orën, minutazhin, gradacionin, gjithçka që ju keni klikuar dhe keni shtypur në butonat që ndodhen përreth saj, për qark. Është vendosja e ushqimit që ju do të gatuani, është në zgjedhjen tuaj, sepse aty mund të gatuani gjithçka që ju dëshironi, duke filluar nga gjërat e lëngshme deri tek ato të ngurtat. Kjo tenxhere e ka maksimumin e saj për 4 deri në 8 persona. Kur gatuani për 4 deri në 8 persona, tenxheria nuk duhet të mbushet deri në limite. Këtë ju a them dhe jam e bindur që ju jeni të kujdesshëm vetë, të gjitha ju zonja dhe zonjusha që do të gatuani, duhet të mbushet deri në le të themi 4/5 e tenxheres duhet mbushni dhe më pas nëse dëshironi të gatuani më pak në sasi, pra 2 persona, 4 persona, do të jetë në minimumin e saj deri në 1/5 e tenxheres që është në brendësi. Duhet patjetër, pasi e keni larë tenxheren, të pastroni pjesën e brendshme. Këtë që unë do t'ju tregoj tani. Është shumë e domosdoshme kjo që unë do t'ju them tani, sepse le të themi zgjat jetën e kësaj tenxhereje. Ju e keni pastruar, e keni larë, pasi keni bërë gatime të shijshme, speciale që ju kanë falenderuar shumë familjarët tuaj. Nuk duhet harroni ta pastroni me një kartpecet të thatë pjesën e brendshme. Sepse është pjesa që lidhet me energjinë elektrike, edhe nuk duhet të krijojë asnjë shkëndi. Uji ndodh shpesh që të qëndrojë aty dhe nuk e vini re, nuk e keni parë. Duhet të jeni të kujdesshme zonja për këtë, sepse i krijoni jetë gjatësi kësaj tenxhereje që unë prezantova. Do të vazhdoj akoma se kam sekrete për t'ju treguar për këtë pajisje që ne ju sjellim sot. Do të vazhdoj t'ju tregoj mbyllja e saj është shumë lehtë e kontrollueshme. Nëse keni vendosur mirë në bazament, kontrolloni kapakun dhe aty mund të vazhdoni të gatuani gjithçka që dëshironi. Vendosni valvulën e ajrit, rrotullojeni atë derisa të mbyllet mirë, më pas kontrolloni nëse valvula është e ulur. Vendoseni në prizë, pajisja tregon në ekranin e saj në pjesën e përparme 0000, që është në gjendjen e gjumit, pra që do të nisi të filloj punën. Pasi ju keni vendosur të gjitha gjërat që keni dëshirë të gatuani, selektoni funksionin që ju dëshironi, për shembull zgjidhni programin e orizit ose të risottos, pra është e njëjta. Ajo do të nxehet brenda pak sekondave. Shtypni çelësin e keep dhe aty mund të filloj të punoj kjo tenxhere me korrent e cila është Vitek në emrin e saj, mban emrin Vitek siç e shihni. Dhe pajisja do të qëndrojë e ngrohtë gjatë gjithë kohës duke bërë gatimet tuaja të shpejta dhe të shijshme. Pastrimi dhe ruajtja, do t'ju ja them edhe një herë, hiqni prizën para se ta pastroni. Është e domosdoshme kjo. Nxirreni jashtë tenxheren e brendshme dhe kapakun fshiheni mirë me një robë të butë, pra siç është peshqiri apo një kartpecet e cila është për gatimin. Pastroni tenxheren e jashtme me robë pa e zhytur atë në ujë, pra nuk duhet të laget sepse ka lidhje me korrentin, me energjinë elektrike. Mos përdorni metale të forta për ta pastruar tenxheren e brendshme, këtë pra që ne do të gatuajmë të gjitha ushqimet, sepse mund të dëmtohet. Ndaj nëse doni ta ruani sa më gjatë këtë produkt, duhet të kujdeseni edhe në pastrimin e tij. Në rast të goditje elektrike, do të marrim të gjitha shembujt, do të marrim të mirat dhe të këqijat, anët pozitive dhe negative që ka kjo. Në rast të goditje elektrike, ju lutem mos e lini pajisjen në prizë. Sërish flasim për një jetë gjatësi të produktit. Nuk duhet të jenë në mjedise të njoma dhe me lagështi. Mbajeni produktin larg fëmijëve, sepse nëse ju e vendosni gjithkohën në prizë, mund të arrijë dikush nga fëmijët tuaj të shtyp njërin nga butonët dhe ajo qëndron, le të themi, e ndezur për një farë kohe. Fiket automatikisht nëse tenxheria nuk ka ushqim. Ky është favori që ne ju sjellim në këto produkte. Anët e mira dhe anët e këqija, le të themi, në thonjza, sepse të gjitha e kanë një zgjidhje, por ju duhet të keni parasysh të gjitha gjërat që ne do t'ju themi. Mos e ndryshoni tenxheren nëse nuk keni njohuri teknike në lidhje me to. Çojeni në ndonjë, le të themi, teknik të tillë. Mund të komunikoni me çdo që ka informacion për këtë gjë.